Meditova rreth përkujdesjes së krijuesit në sigurimin e riskut tim, duke sjellë ret, duke zbritur shiun me butësi, duke hedhur farën e varrosur poshtë tokës ashtu si i vdekur, i cili pasi është shpërbër, pret një frymë jete. E kur ajo i vjen, bima përdridhet duke gjelbëruar, e kur uji pritet, ajo zgjat dorën e të lypurit, anon kokën e saj me përulje dhe mbathet me veshjen e ndryshimit. Ajo ka nevojë ashtu si dhe unë për nxehtësinë e diellit, freskinë e ujit, për kodheljen e erës dhe për përkujdesjen ndaj tokës. Larg të metave qoftë ai që më tregoi, nëpërmjet asaj që më rriti se si jam rritur unë në Zanafill. O shpirti im, ke parë disa prej urtësive të tij, e turp të kesh. Pasha Allahun, nëse i drejtohesh dikujt tjetër përveç tij. Sa çudikur i drejtohesh një të varfëri si vetja jote, i cili më thot me gjuhën e tij: mua më ka gjetur ajo që të ka gjetur edhe ty, o Hamam. Ktheu tek origjina e parë dhe kërko prej krijuesit të shkaqeve. Tuba qoftë për ty nëse arrin ta njohësh atë, sepse ai që e njeh atë mbretëron, fiton dynjan dhe botën tjetër.